Ditën e mërkurë, teksa gazetarët po pasqyronin protestën e punonjësve të ndërmarrjes së pastrimit, të cilët kërkonin kushte dinjitoze në punë dhe pagesa të prapambetura, gazetari Gentian Këllçiu u ofendua dhe më pas u godit fizikisht nga një person i identifikuar si punonjës i kësaj ndërmarrje. Televizioni 6+1 Vlora dënon çdo formë të ushtrimit të dhunës ndaj gazetarëve. Gazetarët duhet të jenë të lirë e të sigurt në punën e tyre për raportimin e ngjarjeve që ndodhin në qytet, duke qenë zëri i qytetarëve dhe problematikave të tyre. Dhuna ndaj gazetarëve është dënuar edhe nga vetë punonjësit e ndërmarrjes së pastrimit, të cilët e kanë cilësuar agresorin si një person që ka përfituar në kurrizë të tyre. Sipas punëtorëve, ky individ është një shofer që ka marrë pagën pa ardhur në punë dhe si i tillë nuk i kupton vuajtjet e një punëtori të thjeshtë të ndërmarrjes së pastrimit. Ata janë shprehur se personi në fjalë nuk ka njohur orë të gjata në punë në kushte të vështira meteorologjike, nuk ka punuar jashtë orarit dhe në ditët e pushimit, ndaj dhe ka bërë prepotentin duke goditur njerëzit e medias. Njerëzit që kanë pasqyruar me forcë dhe profesionalizëm çdo shqetësim të punonjësve të thjeshtë. Ndaj dhunës së ushtruar ndaj gazetarit Gentian Këllçiu ka pasur një reagim të shpejtë edhe nga policia e Vlorës, e cila ka bërë shoqërimin e dhënuesit në komisariat. Policia e Vlorës bën me dije se specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë së Vlorës referuan materialet në prokurori pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm për veprën penale, goditje për shkak të detyrës dhe dëmtime të tjera me dashje, në ngarkim të shtetasit me iniciale AH 33 vjeç banues në Vlorë. Në datën 4 shkurt 2026, rreth orës 12:30 në lagjen Kushtrimi Vlorë, ku ishte njoftuar zhvillimi i një proteste nga punonjësit e ndërmarrjes së gjelbërimit të Bashkisë së Vlorës dhe ku të pranishëm ishin edhe gazetarë të mediave të ndryshme për pasqyrimin e situatës. Shtetasi me inicialet AH dyshohet në gjendje të dehur ka nisur fillimisht debate verbale dhe më pas ka ushtruar dhunë fizike ndaj gazetarit Gentian Këllçiu. Ky shtetas më pas ka goditur me grushte edhe një 67 vjeçar, duke i shkaktuar dëmtime të lehta. Shtetasi dhunues u shoqërua në komisariatin e policisë së Vlorës dhe pas përfundimit të veprimeve të para hetimore dhe komunikimit me prokurorinë e gatshme, u procedua penalisht në gjendje të lirë, ndërkohë që materialet i kanë kaluar prokurorisë për veprime të mëtejshme. Reagim për këtë akt dhune ka patur edhe nga prefektura, por edhe nga Bashkia e Vlorës, e cila ka bërë të ditur se ka marrë masën e pezullimit nga puna për shtetasin dhunues. Dhuna e çdo forme ndaj gazetarëve është e papranueshme dhe e dënueshme. Ky akt i shëmtuar bëhet në një klim të tensionuar në qytet, ku shumë punëtorë të thjeshtë kërkojnë të respektohen të drejtat ligjore në punë. Gazetarët janë zëri i njerëzve në këtë qytet, janë zëri i njerëzve dhe punëtorëve pa pushtet. Janë ata që ngren shqetësimet e shumta të komunitetit, janë ata që janë zëri i çdo burri, i çdo gruaje, i çdo fëmije që përballet me padrejtësitë në këtë vend. Media është ajo që i jep frymë njerëzve të pambrojtur dhe bën që zëri i tyre të dëgjohet nga shoqëria, por mbi të gjitha nga pushteti lokal dhe ai qendror. Nëpërmjet nxjerrjes në pa të problematikave dhe bërjes publike nga ana e gazetarëve, shumë probleme të qytetarëve kanë gjetur zgjidhje. Liria e medias duhet të jetë mbi të gjitha në këtë kohë të trazuar. Ushtrimi i dhunës ndaj gazetarëve është tregues se liria e fjalës po cënohet. Dhuna ndaj gazetarëve është dhunë ndaj qytetarëve dhe ndaj fjalës së lirë. Ky akt brutal përbën një tentativë të hapur për të penguar transmetimin e realitetit. Jetojmë në një vend të lirë dhe të promovuar për demokraci dhe fenomene të tilla duhet të mos ndodhin.